Cila është figura më padrejtësisht e haruar e Gjirokastrës, të cilën do të marrë sjelljet në vëmendje? Fatkeqësisht ne harojmë, haresa është pjesë e një periudhe për mendimin tim gati 30 vjeçare. Ne harojmë edhe ndonjëherë kur haron ndërshkohesh. Unë them që kemi haruar shumë, kemi haruar figura të jashtëzakonshme, edhe nëse nuk i kemi haruar, nuk ju kemi dhënë vendin e dur, edhe nëse nuk ju kemi dhënë vendin e dur, ende jemi pas me edukimin për ata që lindin sot, për brezat që janë sot, për të mësuar më shumë. Për shembull, unë nuk them që ne kemi haruar Çeshistopulin, po ne kemi lënë shtëpinë e Çeshistopullit në Mjerim, në Gjirokastër. Unë nuk mund të them që ne kemi haruar Musin e Kokalarin, po shtëpia sa ishte e djegur, së fundi kemi një muze të saj dhe nuk kemi edukim për brezat, që këto figura që kanë kontribuar, kanë qenë pjesë e qytetit, kanë qenë pjesë e trashëgimisë e kombit në fakt janë disi të haruara. Kemi haruar gjuhëtar, kemi haruar luftëtar, kemi haruar në emër të një lloj fashioni, të një lloj mode që ne modernizojmë gjërat, por mendoj që nuk duhen haruar kontributet e burrave dhe të grave, edhe më shumë të grave.